Tani do të flasim për një tjetër video. Më njoftoni pak, kemi dashurinë tonë nga përputhen apo përputhen pas kemi, po jo, nuk është Katerina, është dikush tjetër. Te makina. Te makina kemi nga klabi që kena. Në makinë, ne jemi puthur 2 herë në klab. Okej, në rregull. Okej. Do ma thuash pak herën e fundit që jemi puthur? Nuk e di ti ma shënim to me. Aqi pjesa kam qenë, kam frikë se rrezikëm ke përdhunu. Ndosë se di s'di çfarë them. Se vazhdo se ka historira këtu. Nuk jam e mbaruar as për ty as për Neymar. Ose dim që kështu po trajtohet si situata, kupton? Po e diun. Ishe ti ai që më erdhe mua dhe unë thash me vete what is happening. Wow. E the edhe këtë. Tek puthja e fundit. Po. Kur ka ndodhur? Kur ka ndodhur? Pra tani më shpjegoni diçka, nëse këta puthen quhen të lidhur? Po puthen është axhan ajo. Puthja nuk do të më thon lidhje, absolutisht jo. Po të mbash për dorë. Puthja është thjesht puthje. Tani ai tha, unë aq i pirë sa isha, ti mundet edhe të më thënë. Pyetja që ne shtrojmë është përveç përputhes dhe frymëzimit që na vjen nga programi. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni aq të pirë sa? Po. Çfarë ndodhi pas apo s'mban mend? Por nuk është për nuk është për këto orë, domethënë, po ka ndodhur. Edhe bëre aksident pastaj, çfarë bën? Me makinë, thotë Lori. I wish nuk isha aq bukur. Gjysma të këtyre meshkujve që thon isha aq i pirë o plagë dhe di çai bëra po ja fusin koce. Por je i pirë. Nuk është mirë në performancë. Nuk shkon lart. Nuk shkon oksigjeni në trup, domethënë. Në lartësi. Nuk shkon mirë. Nuk shkon, se s'ka mas fiqe. Po blej 2 kallçuqe. Ti shtypësh kur vjen këtu. Domethënë në përputhen po ndodhin gjëra këtë vit, ë? Ka lidhje mes Kesit, Stelinës, se kam ndjekur. Sa shkësuar me Kesin kjo, plagë, ma përmend Kesin. Po pra, ne jemi Nuk pëlqen Kesi? Më shumë se Bujar Qamilin e ka përmendur. Never. Nuk e tratoj furt Bujarin e ka fiksim jete. Ty Kesi të pëlqen? Nuk do të pëlqen më shumë po të quaj Andi, e kuptoj. Jam më shumë tek Katerinaki unë. Fancy apo jam Katerina your spirit animal. Spirit animal. Më pëlqen, domethënë Katerina më ka vjedhur vëmendjen. Dgjoj, sa për këtë pjesën këtu mendoj se Krisi është ai. Gjithmonë di të bëj deklarata që tërheqin vëmendjen. Krisi pse është fut në përputhje një herë? Nuk e kuptoj pse, domethënë. Unë mbaj Krisin mend tek Top Selecti. Kaq. Ai ka pas programe, ka qenë. Bravo ju që e mbani mend, domethënë. Kush është Krisi ka qenë pjesë showbizit deri diku, nuk po them që ka bërë nami, po ku pas kam qenë kur Krisi pas ka qenë pjesë e showbizit. E di çfarë mendoj unë për Krisin, Krisi edhe me muzikën me eret, domethënë po ka diçka që e nis dhe e lë. Po. Edhe me prezantimin e nisi bushëm se isha i çuni. Po ndoshta nuk është vetëm dorë të Krisit, për shembull. Fjala vjen. Jo, tek pjesa karrierës vet mendoj se është dorën e vet. Po. Këtu u habita dhe unë se si është dorën e vet, po nëse nuk ka një program që jo, për shembull, atë ku do të thoja, okay, Krisi pjesë e Big Brotherit. Okay, e shoh deri diku ti ishte pjesë. Jo, nuk e shoh, se çka ka bërë. Kjo që si puna ime me palestrën, e nis dhe e lë. Nuk e marrë dhënia të mirë. Pjesë e Big Brotherit. Kan pas më anonim pjesë Big Brother. Lila autore. Aha, më fut. Dgjoj, tani me gjithë respektin, në Big Brother nuk mendon se Big Brother VIP sa do dhe influencer, nuk mendon se ti duhet të kesh diçka për çfarë do ju kristi. Mund të kesh tip interesant. Për shembull, Jos Markun vjet, nuk e njihsha kush ishte. Po ishte këngëtar ama. Ai këndonte, njerëz nuk e njohim ne, po ishin blogere që nuk i mbajnë mend fare. Me emra. Di Rizarte nuk është se e njihsha. Unë e njeh dhe para, e kam thënë. Domethënë prandaj. Po ajo goca nga Italia si ja harroi emrin. Ajo besoj nuk e mbaj. Miki nuk e njihte njëri. Që ishte në Big Brother. Ishte, po. Po ishte.
Nuk e shoh. Nuk e shoh. Okej, faleminderit që më informuat. Unë po bëja një pyetje në fakt, po nuk ma varet. Po thoja kemi qenë ndonjëherë aq të derë sa nuk mbani mend. Unë e kontrolloj veten, nuk më pëlqen që të humbas. Po, nuk e humbas ndjenjen fare, nuk bëj gabime. Unë kam qenë aq i deur, po nuk kam bërë kështu gjëra, e kupton? Nuk je puthur. Nuk jam puthur, se nuk jam ruspia unë të puthem me çunat e botës. Me çunat. Me naço. Po shaka. Vetëm mbaj mend një herë kam qenë aq i deur, kam qenë në Selanik, se kam bërë masterin aty. Edhe Anton, çdo javë na thua diçka për veten. Ja ku jemi, le të njihemi, po. Edhe si kishim dalë aty ka pjesën e Paralias, anës të plazhit. Edhe unë isha dru, po spat, e kupton? Edhe në Paralia aty ka nga 3 shkallë që zbret mua afër detit. Ka qenë natës. U zgarravita. Jo, unë shkova atje për tu liruar. Po. Për të liruar edhe kisha 2 shokë që më mbanin nga xhaketa. Dhe të lëshuan. Jo, dhe mbajtën xhaketën. Nuk rash. Okay. Nuk rash. Po ti ke pasur shumë mbrëmje party. Po, por unë i mbaj mend gjithmonë, edhe kur kam pirë. Pra, unë kam një gjë ku pi e lëshoj gojen, domethënë, nuk mbaj asnjë sekret. Mbaj mend që para barku nxjerr bardhaku. 2-3 vitesh kur Top Albania Radio bëri një mbrëmje, ishte viti i parë. Sa jam de aty, mbaj mend i thoja njerëzve kam pi shumë, edhe vetëm flisja për lidhje, për gjëra, domethënë e lëshoja. Pas nga hap zorrën te festa punës. Që gjetur vendin perfekt që do shprehur. Që do jepnin edhe fjalime, dhe mbaj mend që isha aq i deur thoja ç'a do them për fjalim, mend që ishim on ti e lëna dura. Pastaj e lëna dura i kuti ca gjëra për tulla, për nga këto gjëra dhe doli pi aty direkt me fjalim të lëna. Ti më shpëtoi Elona, tash okej, tani budallik Elona dhe u shpëtova. Tani t'ju jap ca puthje se i meritonin, po janë në turqisht, domethënë. Si thuhet puthjes turqisht? Borës e di si. Shimarik. Po borën e di. Tarkan. Takova. Kam një lajm për ju. Do shkruajnë tani. Takova me Iglin, i morën mbrapsht ato që the. Nuk ka pasur asgjë për të marrë mbrapsht. Ç'a ka thënë? Ç'a s'kam thënë? Ka për meme. Por Igli është nga ata personazhe që i përjeton më shumë humor pjesën e komenteve apo pjesën e memeve. Unë mendoj që superstarët e vërtet, VIP-at e vërtet do i marrin me shumë sportivitet gjëra, se i ke personazh publik, do bëjnë fan, edhe unë bëj fan me veten time, domethënë është tepër normale. Ato që mërziten mendojnë se janë VIP-a për vërtet. Ashtu. Tani të shohim një tjetër video se kemi një tjetër material dhe pastaj do shkëputemi për të ndjekur edicionin informativ dhe të futemi në pjesën e dytë me Eglin. Zoti Erion Braça, nëse mund të ndaj me ju, kam përshtypjen referohet fjalës që ju po mbarit më herët, thotë është 1800 lekë në muaj. Janë 18000 lekë të vjetra ose 1800 lekë të reja, jo 180 lekë të reja. Dhe ju sfidoj, thotë që do të jetë kështu, në të kundërt unë do ju kërkoj. Atëherë i thuaj zotit Braça, me që kemi mikë këtu bashkë, të shikoj këtë tabelë që është në ekran. Nëse dalin 18000 lekë er 12 muaj për një vit, dhe pastaj er 4 vite. Se janë ekonomistë të flasin me të vjetër, është turp. Më vjen shumë turp. Vazhdo ekonomisti vërtet, vazhdo, shtoj hiq zero si mbas rastit. Lejojnë veten të bëhen thjesht apogjera të interesave të ngushta dhe të verbra politike. Shiko, Braçës thuaj na sqaro këtë punë se dhe unë dje e ka marrë 1800 lekë të reja. Ndërsa sot dëgjoj nga fjala e kryeministrit që është të reja, të vjetra, tashin nuk e di. Tashi, po flasim për pensionet, jemi të Shqipëria Live. Diskutohet, a është rritur 1800 lekë të vjetra apo 1800 lekë të reja? Unë mendoj që ka goxha diferencë. Shumë. Ajo zeroja bën shumë ndryshim në jetën e pensionistëve. Kam një ankesë o jon. A mund të për një herë në jetë, se do ngatrojmë 15 vite në Shqipëri. A ka mundësi ta zgjidhim, do flasim me të reja apo me të vjetra? Unë nuk di të flas me të reja. Nuk di. Ti kokë re me çfarë flet me të vjetra? Me të vjetra. No. Absolutisht zemra. 2000 lekë? 2000 lekë, po. 200 lekë. Jo, 2000. Kështu është. Po i the 200 lekë nxjerr xhetonat ajo. Kështu që çfarë do 200 a 2000?
Po Anton, më thuaj, është një temë shumë e ndjeshme, besoj. Tani po. Besoj ka goxha diferencë ajo zeroja. Të dukem si mosh afër pensionit. Që temë ndjer për ty është në fakt. Po si fleti me të vjetrat apo me të reja? E kisha fjalën që ti bën stand-ups, ironizon, edhe është një temë që mund edhe ta prekësh. Un flas dhe me të vjetra dhe me të reja, kështu është. Për lek, po flasim për lek. Atëre, pensioni. 1800 vjetrat, këto gocat të vjetra? Tash flasim për lekët. Po, si ta flas edhe me të rejat edhe me të vjetrat. Flet edhe me cougars edhe me koktele. Nëna me fëmijë. Po flasim për lek, po flasim për lek. Ndonjëherë ka shumë diferencë besoj ajo zeroja. Nga 18000 lek në 3 slims të hapur në 1800. Seriozisht e ke? Jo, besoj të dyja variantet, domethënë 1800-ta të ndryshon jetën totalisht. Kjo ishte, po pra, me 1000, çfarë mund të bësh me 1800 lekë të reja? Shumë gjëra, shumë. E blen një bukë gjysmë, një pensionist. E blen. Kurse me 18 i shton një ca kokra domate, ndoshta një ca kokra grosh, po kokra. Edhe një vaj, 2 kokra qep, domethënë e zgjidh. Edhe vajin e merr me kështu vetëm me qese, thoj, hidh çik se sa të bëj gjellën. 18000 lekë. Është turbre që çarkullojnë këto shifrat. Edhe i tregojnë kështu me krenari, nga 120 në 180 sigur. Është 1.100.000, kupton, edhe po e tregojnë kështu me bëm rritje rrogë. Dhe ka deputet që do marrin 1 milion lekë pension deri në fund të jetës së tyre. E kupton ç'a ndodh apo jo? Sepse ato kanë editi. Po jo, ajo është okay, sepse kanë përfaqësuar popullin në parlament. Mund të them shumë emra që nuk e kanë bërë atë gjë, po kanë shumë njerëz që kanë punuar gjithë jetën e tyre, domethënë s'ka nevojë të jesh politikan apo. Kanë punuar unë gjithë jetën time edhe nuk e di a do marr pension. Tani lajmi i fundit, me sa mbaj mend që është thënë para disa javëve, ka qenë që do të ketë edhe për pensionet një tarifë minimale, siç është rroga minimale, pra, që do të jetë diku te 200, më duket 1000 lekë sipër. Shiko, kur je plak nuk të duhen më shumë lekë. Po çfarë thua, se merr ilaç, çfarë thua, bë vizita te doktori. Varet si e jeton jetën. Dikush që merr pension vetëm 100 të vjetra, nëse i shkon 200 është lart. Është mirë. Është lart. Se shiko tash. U bëm shumë serioz, domethënë nuk po ju njoh fare, domethënë. Kush jeni ju dhe çfarë i keni bërë Nikos, Antonit dhe Leilës? Po se na prek kjo gjëja, se unë për shembull kam një jetë që nuk i kërkoj gjyshes lekë. Se s'me pension mjafton shumë. Veda atje më shikon kështu skam, po. Unë do të thoja si je, po okay. Po okay. Ishin rritur dhe rrogat. E zgjidhëm, po. Sa kanë vajtur? Fol për rrogat e tua ti. Jo, ishte 700. Për ne freelancerat nuk kanë ndryshim. 700 euro. Duhet ikem. Vjetra.